Në një marrëdhënie intime seksuale, normalisht nuk duhet të kemi dhimbje. Nëse kemi dhimbje gjatë marrëdhënieve, unë do rreshtoj disa faktorë. Dhe ju që e bëni këtë pyetje, gjeni vetë ku nga këta faktorë mund të jenë. E para, po e filloj nga më e lezetshmja në thonjza. Varet nga pozicioni i të bërit të marrëdhënieve seksuale, varet nga forca e marrëdhënieve seksuale. Tjetër, mund të keni infeksion. Infeksioni mund të jetë vetëm në vaginë. Pra, muret e brendshme të vaginës janë dëmtuar nga infeksioni, janë shumë flagjile dhe duke u bërë kontakti apo fërkimi i organit maskullor me muret e vaginës e dëmton atë duke dhënë dhimbje. Tjetër, mund të jetë problematika në vetë qafën e mitrës. Pra një problem ginekologjik në vetë qafën e mitrës. Tjetër, problemi mund të jetë në vetë mitrën. Pra në mitër, në vezore. Por ndonjëherë mund mos jetë asnjë nga këto shkaqe, por mund të kemi një dhimbje dhe atëherë kur ke 3-4 ditë që nuk e dal jashtë, i ke zorët shumë të fryera dhe në këto raste nuk duron dot as marrëdhënien seksuale, sepse vetë konstipacioni i gjatë e jep dhimbjen. Dhe duke qenë edhe në një marrëdhënie intime, shtohet akoma më shumë dhimbje. Për të parë se ku futesh në këto arsye që unë thash, duhet me çdo kusht të bësh vizitën të shkosh tek specialisti. Dhe ai e di vetë pastaj se çfarë të bën. Që me patjetër do bëhet vizita, do bëhet pap testi, do bëhet ekoja. Në varësi të këtyre mund të kërkojmë dhe ekzaminime shtesë.